Ylber Ramadani tregoi edhe një herë formën e tij të mirë të Lecce, teksa mesfushori i kombëtarës shqiptare realizoi një super gol për skuadrën e tij në ndeshjen e rëndësishme të luajtur të dielën në kampionatin italian përballë Torinos. Pasi mori një top prej Kristovic nga e majta, ai u koordinua mirë dhe lëshoi një gjuajtje të furishme nga jashtë zonës, duke ia dalë të dërgojë topin pas shpinës së portierit serb Milinkovic Savic. Vërtet një super gol, teksa mesfushori i Shqipërisë nuk i fsheu dot emocionet me shokët e skuadrës që shkuan të festojnë bashkë me të. Për lojtarin e përfaqësueses Kuqezi, ky është goli i parë për këtë sezon të Serie A. Mesfushori që u bë shqiptari i dytë radhazi pas Aslanit, që i shënon një gol portierit serb Milinkovic Savic përpara sfidës së 7 qershor që luan kombëtarja jon me Serbinë, duhet thënë se ka pasur dhe një dedikim për golin. Natyrisht është për të gjithë tifozërinë e Lecces dhe për familjen time, pasi në këtë periudhë kam vuajtur paksa dhe ajo më ka mbështetur. Ishin fjalët e Ramadanit. Për të është edhe sezoni i dytë të Lecce, donse në ndryshim nga sezoni i parë ku shkëlqeu vërtet, gjatë këtij të dytit ka humbur edhe fanelën e titullarit, teksa dhe ndaj Torinos hyri si zëvendësues në fillimin e pjesës së dytë. Kujtojmë që puliezët po luftojnë për të mos rënë nga kategoria dhe ky gol i Ramadanit i ka ndihmuar jo pak në këtë drejtim, donse vendimtare do të jetë java e fundit, atëherë kur Lecce do të luajë kundër Lazios.